ftoni vëmendjen për të ndjekur parakalimin përshëndetës nga 2 helikopterë të rinj të trajnimit model Bell 305, të cilët ushtohen sot flotës ajrore. Forca Aerore Shqiptare 401 dhe 402. Është një nder për ne të mbërrim në Shqipëri dhe t'i bashkojmë qendrës shqiptare të trajnimit të aviacionit dhe shkollës shqiptare të fluturimit me helikopter, e cila do të kualifikojë dhe trajnojë brezin e ardhshëm të pilotëve të helikopterëve të Forcës Aerore Shqiptare. Ne shprehim urimet tona më të sinqerta për kombin shqiptar dhe për të gjithë ata që kontribuan në shndërrimin e këtij vizioni në realitet. Jemi krenar që marrim pjesë në këtë projekt të rëndësishëm dhe ju urojmë suksese të mëdha në vitet që vijnë. I nderuar Zoti Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, Zoti Edi Rama. I nderuar Ministri i Mbrojtjes, Zoti Ermal Nufi. I nderuar delegacioni i lartë i kompanisë Elbit Systems. Të nderuar përfaqësues të kompanisë Kajo. Të nderuar drejtues të forcave të armatosura dhe të forcës ajrore. Të dashur kadet dhe instruktor të shkollës së fluturimit. Mirë se vini në ceremoninë zyrtare të hapjes së shkollës së re të fluturimit shqiptar këtu në komandën e Forcës Ajrore në Rinas. Për të hapur sesionin e fjalimeve zyrtare, ftoj në podium administratorin e shoqërisë Kajo, Zoti Ardi Veliu. Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Ministri i Mbrojtjes, nderuar shefi i shtabit të përgjithshëm, të nderuar partner, të dashur kadet dhe ekspert të shkollës së aviacionit, të nderuar të ftuar. Është një privilegj i veçantë për mua që sot të prezantoj një nga projektet më strategjike të Kajos, që po zhvillon në funksion të rritjes së kapaciteteve të mbrojtjes në Republikën e Shqipërisë, shkollën e fluturimit. Një investim që nuk i shërben vetëm të tashmes, por ndërton themelet e aviacionit ushtarak shqiptar për dekadat që do të vijnë. Në çdo vend antar të NATO-s, aftësia për të përgatitur pilot dhe personelin teknik brenda vendit konsiderohet një element i rëndësishëm i sigurisë kombëtare. Edhe vendi ynë nuk mund të mbështetet pafundësisht te trajnimet jashtë vendit. Ajo duhet të ndërtojë kapacitetet e veta me standarde ndërkombëtare, me infrastrukturë moderne dhe me ekspertizën e partnerëve më të mirë. Pikrisht, këtë synon edhe shkolla e fluturimit që ne sot përurojmë. Ky projekt është ndërtuar në partneritet me një nga liderët botror në fushën e fluturimit, Elbit System, me përvojë shumë vjeçare në trajnimin e pilotëve dhe operimin e shkollave të fluturimit. Ky bashkëpunim nuk sjell vetëm instruktor të kualifikuar, por mbi të gjithë sjell transferim njohurish, metodologji dhe kulturë profesionale, në mënyrë që këto kapacitete të mbeten në vendin tonë dhe të zhvillohen me specialistët tanë. Objektivi ynë nuk është thjesht të trajnojmë pilot. Objektivi është të krijojmë një qendër kombëtare ekselence ku do të përgatiten pilotët, instruktorët dhe personeli teknik që do të shërbejnë forcave ajrore sipas standardeve më të avancuara të aviacionit. Programet e trajnimit dhe kurrikulat janë konceptuar në përputhje
me kërkesat bashkëkohore të aviacionit dhe me standarde ndërkombëtare të sigurisë dhe licencimit, duke respektuar kuadrin ligjor shqiptar, përfshirë aktet ligjore në fuqi, si dhe praktikat e harmonizuara me standardet evropiane për organizatat e trajnimit, licencimit, ekuipazheve dhe menaxhimit të sigurisë së aviacioneve. Në këtë kuadër, vendimi për krijimin e shkollës së fluturimit përbën një bazë të rëndësishme për organizimin dhe zhvillimin e këtij projekti në përputhje me praktikat kombëtare të mbrojtjes dhe modernizimit të kapaciteteve ajrore. Çdo pilot që do të certifikohet këtu, çdo teknik që do të trajnohet, çdo instruktor që do të formohet, do të përfaqësojë një aset strategjik për forcat tona ajrore dhe për sigurinë e vendit. Për Kajon, ky projekt është gjithashtu dëshmi e rolit të ri që shoqëria jon po merr në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes shqiptare. Ne nuk synojmë vetëm administrimin e të aseteve apo zhvillimin e projekteve industriale, ne synojmë të ndërtojmë kapacitete afatgjata, njerëzore dhe teknologjike që do t'i shërbejnë vendit për shumë vite. Jam i bindur se ky partneritet do të jetë modeli i bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet shtetit shqiptar, industrisë së mbrojtjes dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Dëshiroj të falenderoj Ministrinë e Mbrojtjes, Forcën e Armatosur, Forcën Ajrore, partnerët tanë dhe të gjithë specialistët që kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti. Sot nuk po inaugurojmë thjesht një shkollë, sot po investojmë tek njerëzit që nesër do të mbajnë misupe sigurinë e hapësirës ajrore shqiptare. Ky është një investim në profesionalizëm, në teknologji dhe mbi të gjitha në të ardhmen e Shqipërisë. Suksese kandidatëve që synojnë të jenë pilotët e ardhshëm të forcës ajrore. Faleminderit. Ftoj komandantin e forcës ajrore, General Brigade Edmond Voci, të mbaj fjalën e rastit. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti ministri i mbrojtjes, i nderuar zoti shefi i shtabit përgjithshëm forcat armatosura. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe ushtarake, të dashur kursant. Kam kënaqësinë dhe nderin e veçantë t'ju përshëndes në këtë ditë të rëndësishme me rastin e hapjes së shkollës së fluturimit, një projekt me rëndësi strategjike për zhvillimin dhe modernizimin e forcës ajrore dhe të kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Hapja e kësaj shkolle përfaqëson një hap të ri drejt përgatitjes profesionale të brezit të ardhshëm të pilotëve dhe specialistëve ushtarak. Ajo është dëshmi e përkushtimit tonë për të investuar në burimet njerëzore, në dijenin, aftësinë dhe profesionalizmin që kërkon misioni fisnik i mbrojtjes së hapësirës ajrore dhe shërbimit ndaj vendit. Të dashur kursant, sot ju nisni një rrugtim sfidues, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të nderuar. Fluturimi nuk është thjesht një profesion. Ai është një thirrje që kërkon disiplinë, përgjegjësi, kurajo dhe përkushtim të vazhdueshëm. Çdo orë mësimi dhe çdo orë fluturimi do ju afrojë më shumë me realizimin e ëndrrës tuaj për të shërbyer në qiellin dhe në hapësirën shqiptare. Në emër të forcës ajrore, shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti. Kontributi i tyre do të reflektohet në sukseset e brezëve të ardhshëm të pilotëve tanë ushtarak. Duke ju uruar suksese në këtë mision të ri, jam i sigurt që kjo shkollë do shërbejë si vatër e dijes, profesionalizmit dhe traditës së pilotëve tanë. Ju faleminderit. Fjalën e merr tani Ministri i Mbrojtjes, zoti Ermal Nufi. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar partnerët alat, të nderuar pjesëtarë të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të dashur kursant të gjeneratës parë të shkollës kombëtare të fluturimit. Kjo është një shumë e rëndësishme për çeljen e shkollës kombëtare të fluturimit. Ne nuk porojmë thjesht një strukturë të re arsimi apo trajnimi, por po hedhim një gur tjetër në themelin e fuqizimit të kapaciteteve të forcës tonë ajrore dhe të ardhmës. Po shënojmë krijimin e një kapaciteti të ri strategjik për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare. Një kapacitet që lidhet drejt për drejti me një nga elementët më të rëndësishëm të fuqisë tonë mbrojtëse, që janë kapacitetet njerëzore. Shkolla kombëtare e fluturimit është një ndërthurje e kapitalit njerëzor, teknologjisë moderne dhe standardeve ndërkombëtare. Ajo përfaqëson një hap
në vlerën e transformimit dhe modernizimit të forcës ajrore, duke krijuar mundësinë që pilotët, kontrollorët dhe të gjithë ata që janë të përfshirë në fluturimin e këtyre mjeteve të përgatiten sipas metodologjisë më të avancuar të aleatëve tanë të NATO-s. Në këtë kuadër, një rol të veçantë kanë dhe këto 2 helikoptere të rinj trajnimi Bell 505, të cilët janë bashkuar tashmë kapaciteteve të forcave tona ajrore si një platformë moderne për formimin e pilotëve drejt së ardhmes. Ato do të krijojnë kushte që kursantët të zhvillojnë aftësitë e tyre në midis trajnimit që i përgjigjet kërkesave të kohës. Investimet në infrastrukturë dhe teknologji dhe mbi të gjitha në zhvillimet e burimeve njerëzore janë pjesë e një strategjie afatgjatë që synon ta bëjë Shqipërinë një aleate më të aftë, më të besueshme në kuadër të NATO-s. Pikërisht në këtë kuadër, pikërisht kjo shkollë mishëron vizionin e qeverisë shqiptare për modernizimin e forcave të armatosura, për forcimin e kapaciteteve tona mbrojtëse, ku ne sot mirëpresim dhe kandidatët e parë që i bashkohen këtij rrugtimi. Ata nuk janë vetëm kursant të thjeshtë në një program trajnimi, ata janë pjesë e një misioni të madh, të ndërtojnë traditën moderne të aviacionit shqiptar e të mbajnë mbi supe përgjegjësinë që kërkon një profesionalizëm maksimal. Duke uruar me zemër vetëm suksese, secili prej kandidatëve në këtë rrugtim sfidues dhe me karakter kanë bindjen të plotë se këta të rinj do të plotësojnë me dinjitet përgjegjësinë që mbart uniforma dhe do të mbajnë një shembull për brezin e ri të forcës ajrore. Më lejoni të shpreh mirënjohjen time për bashkëpunëtorët tanë, kompaninë Elbit, e cila me përvojë të gjatë në fushën e trajnimit dhe teknologjisë së aviacionit na ka ndihmuar në këtë hap konkret që ne po hedhim sot. Dua të falenderoj gjithashtu të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti, shoqërinë Kajo, personelin e forcave të armatosura, institucionet shqiptare dhe të gjithë profesionistët që kanë punuar për ta kthyer këtë vizion në realitet. Jam shumë krenar që sot nëpërmjet kësaj shkolle po ndërtojmë një vlerë të shtuar për të gjithë sistemin e përgatitjes pilotëve dhe ushtarakëve, kontrolleve të fluturimit, dhe jam i bindur që ky investim është një vlerë e shtuar në sigurinë kombëtare, profesionalizmin e forcave të armatosura dhe të ardhmes së vendit. Sot do të përsëris fjalë që thash para 3 ditësh në kantierin e Finkantierit, është fal vizionit kryeministrit, është fal këmbguljes tij që forcat armatosura po transformohen me një hap të jashtëzakonshëm. Sot qeveria shqiptare mbështet fuqishëm jo vetëm forcën detare me investimin Pashaliman, jo vetëm forcën ajrore me këtë shkollë trajnimi, por së shpejti edhe forcat toksore, duke shtuar kapacitetet e trajnimit të kapitalit njerëzor në forcat armatosura, një transformim rrënjësor në të gjithë përbërjen e forcave tona të armatosura për cilën ne jemi krenar. Faleminderit gjithë. Kam nderin të ftoj në podium Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje të gjithëve. U prit me humor si fillim dhe përqeshje, pastaj vazhdoj me akuza për falimentim dhe ja ku jemi sot, shkolla kombëtare e fluturimit, qel dyert e saj. Dua në radhë parë të falenderoj partnerët tanë të Elbit Systems, një prej ekselencave globale të industrisë ushtarake, që besuan dhe që na u bashkuan në këtë projekt ambicios, duke na vënë në dispozicion dijen e tyre të spikatur që e bën Elbit Systems një prej kompetencave më absolute në botën e sotme të zhvillimeve të teknologjisë ushtarake. Dua po ashtu të falenderoj, nuk e kam bërë më parë akoma, por sot dua ta falenderoj sepse tani më Kajo ka marrë formë të plot me një sër partneritetesh, edhe administratorin e përgjithshëm të Kajos, zotin Veliu. Dua të falenderoj stafin e Ministrisë së Mbrojtjes, pa diskutim
të pa zëvendësueshmin shefin e shtabit General Kingjin për përkushtimin e tij mbretëlënës, për vullnetin e jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha për ambicien e tij në udhëheqjen e një procesi transformues për forcat tona të armatosura që jo shumë larg, po një dekadë më parë ishin lënë në mëshirë të fatit dhe njerëzit tanë të zot, patriot, vullnet mirë, jetonin si në lëmoshën e shtetit, ndërkohë që historitë e korrupsionit për të kapur një vend në ndonjë mision paqërues jashtë shtetit ishin barsaleta të dhimbshme. Sot forca jonë armatosur është më e mirë paguaja në rajonin tonë dhe ambicia jonë e shpallur është që në rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, forcat armatosur shqiptare do të jenë në mesataren e forcave të NATO-s për sa i përket kontributit të shtetit të taksapaguesve për pagat e tyre. Më vjen jashtëzakonisht mirë që fal edhe punës së përkushtuar të lidershipit të Ministrisë së Mbrojtjes, ministrit, zëvendës ministrave, dhe përsëri fal përkushtimit të shefit shtabit dhe të shtabit përgjithshëm, jemi duke përjetuar një kapitull të ri në raportin e rinis me forcat armatosura. E kemi nisur këtë përpjekje me një vështirësi të jashtëzakonshme për të afruar të rinjt, por sot është gjithmonë e vështirë të zgjedhësh midis shumë kandidaturave që vinë dhe kjo shkollë kombëtare e fluturimit është një tjetër shembull. Kemi një numër të konsiderueshëm të interesuarish, ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova. Ministri i Mbrojtjes është ngarkuar të kërkoj nga Ministri i Mbrojtjes Kosovës nëse ka interes për të stërvitur këtu dhe për të certifikuar këtu dhe pilotët e ardhshëm të Republikës Kosovës dhe po ashtu të njëjtën gjë edhe për dy vendet e tjera fqinje që janë dhe antarët NATO-s, pasi kjo shkollë gëzon qysh nga momenti i parë kredibilitetin e padiskutueshëm të ekspertëve ndërkombëtar të Elbit Systems dhe patjetër edhe eksperiencën e njerëzve tanë të forcës ajrore, të cilët besoj se komandanti i forcës ajrore ma pranon ta them, kanë rifilluar të buzëqeshin. Sot ne kemi një flotë ajrore tërësisht të gatshme, ndërkohë që na u desh të kalonim nëpër kalvare të paimagjinueshme historirash me mirëmbajtje, me bllokime, me ngecje, me lloj-lloj çuditërash dhe tani më jemi plotësisht gati edhe për të përballuar sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë ku betejë me zjarret është e pashmangshme. Të gjithë helikopterët e forcave tona ajrore janë në punë, në ndërkohë po punohet edhe për të shtuar kapacitetet për sezonin
dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do t'i shtohen këtyre forcave. Dhe Shqipëria do të bëhet vendi ku kapaciteti i helikopterëve qoftë luftarak, qoftë për emergjenca civile, do t'jetë ndër më të spikaturit e rajonit. Së fundi duhet të them se ky është njëri hap. Hapi tjetër është shkolla kombëtare e forcave speciale. Përsëri me partnerët tanë të Elbit Systems ne jemi në diskutime për të sjellë këtu një nga ekselencat botërore të stërvitjes të trajnimit, të edukimit dhe certifikimit të forcave speciale nga Izraeli. Dhe përsëri shkolla kombëtare e forcave speciale do të jetë një shkollë e hapur edhe për të tjerët, do të mirëpres pa diskutim kadet nga vendet aleate të rajonit, duke filluar nga Kosova, por edhe më gjerë. Ambicia jonë është që të dyja këto pole të reja të edukimit edhe të transformimit të sistemit tonë të mbrojtjes të kthehen në pole ekselence për te i kufive të vendit tonë. Dhe garancia jonë për këtë janë miqtë dhe aleatët tanë të forcave të sigurisë, të forcave speciale, të forcave ajrore të Izraelit. Natyrisht, shkolla do të bashkëpunojë dhe me partnerët të tjerë, do të jetë e hapur pa diskutim edhe për lidhje të tjera, por fillimi, që është dhe gjysma e punës, është shumë i mbarë. Dua t'i uroj sukses forcës ajrore, dua t'i siguroj edhe forcat detare se buzëqeshja e tyre do të shtrihet më tutje me ndërtimin e anijeve të reja që janë planifikuar dhe buxhetuar tani më të ndërtohen në kantierin, fin kantieri Albania në Pashaliman, dhe në ndërkohë falë bashkëpunimit të Kajos me fin kantierin dhe përfshijes shtetit në atë kompani, ne do të sigurojmë dhe të ardhura, pasi me zaurimin e nevojave tona, do të vazhdojmë të ndërtojmë anije luftarake të asaj tipologjie së bashku me partnerin italian për t'i eksportuar ato në drejtim të gjitha vendeve aleate që janë në nevojë për atë tipologji anijesh luftarake. Dhe nuk po zgjatëm me buzëqeshjen e forcës toksore, se forca toksore ka qenë e buzëqeshur përgjithsisht më shumë se sa dy forcat e tjera, apo jo, general, e di, dhe buxheti i alokuar i shtetit, së bashku me partneritetet e ngritura me Shtetet e Bashkuara dhe me ekselencën tjetër botërore të industrisë ushtarake Leonardon në Itali, do t'i sjell vimësisht forcave tona toksore, risi teknologjike, kapacitete të reja në armatime, municione, në logjistik dhe patjetër edhe në llojet e automjeteve ushtarake që kanë kërkuar. Së shpejti do të ritakohemi prapë me shefin e shtabit, edhe me ata që do ftoj shefi i shtabit, se ftesat i bën shefi i shtabit. Unë vetëm ministrin ftoj dhe më fton pastaj mua, për të hapur dyert e një tjetër investimit përbashkët të Kajos me partner për dronet që do të ndërtohen
dhe do të eksportohen nga Republika e Shqipërisë pasi të kemë plotësuar nevojat e forcave tona të armatosura. Shumë faleminderit gjithëve dhe urime dhe sukses kandidatëve për të bërë pilotët shqiptar të gjeneratës re, të cilët duhet kemë parasysh, me siguri e kanë, po unë dua ta them edhe për ata që na ndjekin, që duke u certifikuar nga kjo shkollë nuk janë thjesht pilot të Republikës Shqipërisë, janë pilot të NATO-s dhe fitojnë një kapacitet për të shërbyer në çdo vend dhe për çdo trup të forcave të NATO-s në rast nevoje. Shumë faleminderit. Zonja dhe zotrinj, ceremonia mbyllet këtu. I faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen.